Territori shqiptar për datën 28 qershor 2026 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm dhe shumë i nxehtë me dominim të kthjellimeve në të gjithë territorin. Vranësirat do të jenë të pakta dhe kalimtare vetëm në zonat malore gjatë orëve të pasdites, ndërsa nuk parashikohen rreshje. Paraditja do të jetë e kthjellët në të gjithë vendin. Edhe gjatë pasdites, moti do të mbetet me diell dhe temperatura të larta tipike të një vale të fortë të nxehtit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 37 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:03 minuta, ndërsa perëndimi rreth 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 22 deri në 37 gradë Celsius, Kukës 18 deri në 34 gradë Celsius, Peshkopi 17 deri në 33 gradë Celsius, Tiranë 22 deri në 36 gradë Celsius, Durrës 24 deri në 34 gradë Celsius, Kavaj 23 deri në 34 gradë Celsius, Elbasan 21 deri në 37 gradë Celsius, Berat 22 deri në 37 gradë Celsius, Korç 16 deri në 31 gradë Celsius, Vlorë 24 deri në 33 gradë Celsius, Gjirokastër 18 deri në 35 gradë Celsius, Sarandë 24 deri në 33 gradë Celsius,